Big Brother VIP Kosova është afër. Emrat më të përfolur për shtëpinë më të famshme. Në njërin prej paneleve të emisionit të mëngjesit ora 7, është hapur një debat interesant rreth emrave të mundshëm që pritet të jenë pjesë e edicionit të 4 të spektaklit më të madh televiziv në vend, Big Brother VIP Kosova. Panelistët theksuan se publiku tashmë ka një pritshmëri shumë të lartë, pasi 3 edicionet e para kanë sjellë momente të paharrueshme, rivalitete të forta dhe histori dashurie që kanë mbajtur shikuesit të lidhur pas ekrani. Gjatë bisedës, gazetari Agoni tregoi se sipas informacioneve që ka dëgjuar, në këtë edicion mund të futen emra të njohur si Benita Zena dhe reperi i njohur Mike, gjë që do të sillte padyshim dinamika dhe energji të reja brenda shtëpisë. Në vim të diskutimit u përmendën edhe emra të tjerë të njohur për publikun, si producentja dhe moderatorja Sara Hoxha, si dhe kantautori i njohur Armend Rexhepagiçi. Të dy këta emra do t'i jepnin një dimension tjetër spektaklit, duke sjellë përvojë, karizëm dhe prani të fortë mediatike. Panelistët nuk lanë pa theksuar se, përveç emrave vendas, gjithmonë ekziston mundësia që produksioni të surprizojë me figura nga diaspora, të cilat do të shtonin larmishmëri dhe interesim më të madh te publiku, duke i dhënë programit një shije më ndërkombëtare. Në përfundim, u nënvizua se, edhe pse asgjë nuk është zyrtare ende, thashë themet dhe listat e emrave që përfliten janë një tregues i qartë se pritja për këtë edicion të ri ka nisur tashmë, dhe publiku mezi pret të zbulojë se kush do të shkel tapetin e kuq për të hyrë në shtëpinë më të famshme në Kosovë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.